Pasëm për luftën në Kosovë nuk po mendojmë në një luftë civile, larg qoftë, edhe pse edhe ajo mund tjetë në një moment caktuar, por nuk ekziston edhe një rrezik e tillë, po mendojmë në sulmin nga ushtria e Republikës Serbisë mbi territorin e Kosovës. Për këtë kemi fjalën. Është NATO aty, po edhe NATO si del gjak. Edhe NATO... Po thu të hiqet ik me Serbisë NATO? Nuk po them që ik, po lufta është luftë. Dhe më thonë, 77 ditë ka pas një luftë në mes të NATO-s dhe forcave ushtarake të Serbisë. Po zotis Paju, po t'je din që... Në fund ka pas këto trupa që janë mëna Kosovës, ekziston logjistika në Aviano, edhe mos flasim që kemi non-ting hill në veri dhe kemi bon stilin në qendrët Kosovës. Po Aviano llogaritet që dikun po gjysore forcat mobile aviacioni ushtarak i NATO-s mund t'jetë mbi Kosovë. Aviano... Dhe këto Serbia ka provu dhe din mas mirë, i ma mirë se ti, zotis Paju. Në fakt, historiani Oliver Schmidt ka deklaruar dje me një medium ku ka treguar se ende ekziston rreziku për një luftë në Ballkan. Ne ka pasur plotësisht të drejtë. Shiko, edhe Aviano, domethënë edhe të gjithë forcat e NATO-s, domethënë kanë qenë për 77 ditë ka pas luftë. Në kohën kur Serbia ka pas shumë ma pak armatim se sa që ka tani, kur ka pas armatim shumë ma primitiv se sa që ka tani, edhe kur ka pas një Rusi të dopt, e cila ka dhonë aminin për më bombardue Serbia, kemi ato shumë mirë në kujtimet e zonës Albright, dhe tani në një konstelacion krejtësisht të ri, ku kemi forcimin e Kinës përballë Amerikës, jashtëzakonisht shumë, ku kemi Rusin e cila nuk po del humbse të paktën, nëse nuk mund ta quajmë fitimtare, por nuk po del humbse nga lufta në Ukrainë, atëherë ky rrezik bëhet akoma më i madh. Në fundit ne po shohim që krejt aleatët të mëdhej në rastet të caktuara po i braktisin aleatët e vet. Amerika nuk po i braktis Izraelin, por ka braktis Afganistanin. Afganistanez vet kanë sjellë vendim zotis Pahiju. Nuk kanë dashur me hyrë në rand demokratik, por kanë dashur me jetë fisnore edhe teokraci, ju kuptu dhamos. S'ka me bonë, në fakt. Kjo e njëjta gjë mund të na thuhet edhe neve. Ju lutem 25 vjet s'dashët. Po kanë me të thonë valla. Prandaj duhet marrëshet me United Ballka. A pishet që rreziku ekziston? Shiko, ne. A pishet që po ekziston rreziku? Nëse ren kurthën e asaj. Nëse nuk i ke bë refresh lojmeve më të fundit, presidenti rus Putin ju boni thirrje kapitalistëve të mëdha rus që ta përgatisin vendin për rikthimin e kompanive të mëdha botërore, perëndimore në vërtet, që është tha. Ma herët Sergej Lavrov, ministri i jashtëm, tha se praktikisht ne e baraz peshojmë dhe e baraz vlerësojmë Krimeën me Kosovën. Krimeja realisht sot du lojmi që Trump është i gatshëm t'ja legjtimojë Rusisë Krimeën edhe të ndalet lufta. Prandaj edhe fakti tjetër është që Vučić nuk ka më kohë. Vučić i ka harxhuar rëndat e veta, sepse do dikun as nuk pranoi Putini me fol në telefon me to, as nuk e priti për shkak të dënimin nga një gjykatë bosnjake për qenim të randit kushtetues, dhe po hjek dorë kadal nga Bosnia, nga Serbia, nga Kosova, praktikisht ka hjek me 99-ën, kjo dihet kjo punë, po që na që ja kemi ngarku punë, jetën ja kemi vështirësu vetvetes, ja kemi vështirësu, me do kryeneqësi, me do mosbatimet e do marrëveshjeve të cilat Kosova i ka bërq, sepse ti e din që në randin botëror mosbatimi, marrëveshjet ndërkombëtare në Kosovë votohen me 2/3 dhe me automatizëm bëhen ligjet mbrëmshme. Shtetet të cilat i shkelin ligjet e veta, zotis Pahiju, quhen botë në teori shtetet dështume. Teksa po flasim zoti Matoshi, Trump edhe Putin që nga mbajtuar për të nisur me një negociatat e armëpushimit në Ukrainë.
Po shihet kështu një dakordimi Trump edhe Putin, çfarë do të thotë kjo për neve? Po, realisht, mandati i dytë për presidentin Trump nuk do të kishte kuptim nëse do të vazhdonte lufta. Praktikisht Trump ka premtu qysh në fushat parazgjedhore, domthonjë që ka menon luftën me Rusisë dhe Ukrainës. Dhe praktikisht ne jemi, zoti Spahivi din domthonjë një historinë, po edhe historinë e diplomacisë dhe politikës, jemi në real politik dhe asnjëherë asnjë vend nuk mund t'i marrë të gjitha nga një konflikt. Prandaj as Ukraina nuk mund të marrë krejt gjithçka, por do të ketë një real politik që të thjesht të pranohen disa një gjendje në teren që është për fat keq ose unë nuk po du as me bëndoj analogji me Kosovën, sepse është diçka krejtësisht jashtë domenit diplomacisë edhe kësaj mburojës tonë të NATO-s Kosova, prandaj çdo fjali ose çdo deklaratë e pabalancuar e presidentes dhe kryeministrit tonë për kundër Rusisë dhe pro Ukrainës dhe pro luftës së mundshme, domthonjë po gëtë që e kanë ngu shumë zotin Spahiu, ata do duhet me ngu zotin Spahiu, nuk jom kundër, po jo me kriju domthonjë një linjë diplomatike për cilës Kosova s'fiton kurrë gjë. Për linjës pro Ukrainë Kosova s'ka fitu kurrë gjë, më falni.